që ka probleme dhe të gjithë thonë, unë dëgjova prokurorin e përgjithshëm që tha, i kemi rekomanduar prokurorët mos kërkoni masa sigurie në ekstrem, apo jo Molona? Po fiks. Dhe nuk na janë bindur. Tani, se kjo është dhe pak, se edhe s'ka pse binde, sepse ti ja ke dhënë me ligj që s'ke pse i bindesh prokurorit e përgjithshëm. Ja ke lënë, ma. Pra, tani, kur i centralizon është problem, kur i lë të lirë prapë është problem. Kështu që ky është një problem i madh shoqëror, siç ne vuajmë si shoqëri, nuk është vetëm gjyqësori. Nga kjo pikpamje unë prandaj them që institucioni më serioz vazhdon të jetë SPAK-u, se është dhe më i monitoruar, është dhe më investuar. Të gjitha i ka më mirë nga të gjitha SPAK-u. Për fat keq, pjesa më e madhe e çështjeve gjykohet jashtë SPAK-ut, ajo që ka lidhje me qytetarin e zakonshëm. Dhe këtu gjërat nuk po lëvizin, nuk po ndryshohen. Konstatoj që institucionet e tjera të pavarur janë në një situatë të mirë, nuk ndryshe nga ajo që pritej KLG-ja kur shef kush e drejton, KLP-n po ashtu kur shef gjykatën kushtetuese kur shef çfarë gallate është aty ku vetë kryetaria nuk di se kur i mbaron mandati. Ky është një problem shumë i madh që ti konstaton me anomali shumë e rëndës. Ti konstaton me sy të jashtëm, nuk ke nevojë të futesh thellë siç futet Leonardi që i di, okej, po nga jashtë ore çfarë kjo është KLG-ja që duhet ishte maja e gjyqësorit në këtë nivelesh. Unë po dëgjoja sot KLP-n, ishte një aty, po dhe gjyqësia shqipe kishte problem në atë sallë më burillo. Prandaj po them që nuk di çfarë them, kjo është një situatë. Po nuk jam dakord me atë që më mirë ishim, dikur ishim më mirë tani nuk e di. Mund të vinë problemet nga për shkak të krizës thellë që shkaktoi reforma, dakord jam unë se aty u larguan, sa u larguan 60%? Po thuajse, më shumë se 60%, po perceptimi është që duhet ishin larguar 99%, në mos 100%, ëh. Jam dakord me ty. Pra tani po ti largohet gjithë bie që të rini me dura lart. Po ja rri kështu tani të një vetëm një sekondë. Ky është komunisti ka bërë politika me për vazhduar sistemin. Drejtësinë e re për cilën sot ke pasur një vendim, sot nuk e dia më, por ish kryeregjistruesen e Durrësit. Raimonda Dashin, një vendim gjykate. Po. Është dënuar me vendim gjykate 7 vjet burg. Me gjykim shkurtuar ka shkuar 4.8 vite burg. E di sa ditë burg do bëj Raimonda Dashi? 0. Po pse 0? Sepse pastaj gjithë ky dënimi, sipas gjykatës, i është konvertuar në shërbim prove. Kjo është ish drejtoresha e kadastrës Durrës. Në rregull? Kjo ka pasur gjithë pronat. Ai është dënuar me vendim gjykate. Unë nuk po merrem a ka bërë apo s'ka bërë. Ai është dënuar sot me vendim gjykate. Tani u do të them raste të tjera aty, se të dënohesh me 7 vjet dhe të mos bësh asnjë ditë burg, kjo është rast për Guinness më burr. Kjo është për Guinness më. Ktu është, domethënë të thuash o vlla, çka ka ndodhur më aty? Se unë e kuptoj më që ti e dënon një njerëz një vit. Dhe thua, në një vit burg, është krejt normale që të bëhet shërbim prove. S'ke pse e bën. Po ti e dënon 7 vjet. Unë nuk e di si janë ligjet, po për shembull italianët e kanë deri në 4 vite nuk pranojnë të fusin brenda, deri në 4 vite. 4 vite e lartë. Në 5 vite mund të merret. Kështu që duhet parë pra, kështu që nuk është ndonjë ajo ka shfrytzuar hapësirë ligjore mendoj unë, se nuk është se ka marrë ligjin e ka marrë zvar ligjin. Jo, unë do marr standardin. Mirë pra rregull. Sepse një njëjta gjykat kur vjen puna për një çështje krejt tjetër, që dënohet jo 7, po dënohet 5 vjet, tjetrin e ka çuar me 2.5 vite burg. Po Lora, unë një pyetje kam. Ky është standardi për cilin po flas. Tani kjo po i bie shumë qaf prokurorit në kuptimin e përgjegjësisë. Kujt prokurorit? Prokurori si institucion. Tani prokurori kërkon masë sigurie me burg. Tani nëse gjyqtari thotë jo, do ta lë detyrim me paraqitje, i bie gjë gjyqtarit? Asi gjë si bie, po ky është debati. Po jo pra se tani atëherë le të themi përgjegjësia më e madhe është e gjyqësorit në këtë. Po atë sapo thash pra më burr. Gjyqësori jemi dhe. Jo, se ju e nxorët sikur prokurori imponohet gjyqësorit. Jo, gjyqësori, pse gjyqësori jo kërkesat e prokurorit. Po, kjo është ideja është që sikur prokurori është i plot fuqishëm këtu dhe bën çfarë thotë. Dhe ja ta them të kundërtën. Gjyqtari bën çfarë thotë. Nëse do shkojnë gjykatë do futem ani nga futet gjyqtari. Ti mendon që gjyqtari do më lejt futem atë? Po më kjo është pjesa e jashtme, fasada. Ne po them po them te vendimarrja. Tani te vendimarrja po them edhe një tjetër.
Gjyqtari ka gjithë drejtën e Zotit, domethënë që të ketë interpretimin e tij sa e ka para punë gjyqtar. Po, pyetja ime është kjo. Tani për shembull, Berishën që e caktoi gjyqtari këtu. Për çfarë caktoi këtu? Se tani gjithmonë një vendim duhet të ketë një efekt apo jo? Për të bërë fushat Berisha. Prandaj po them që këtu për të bërë fushat, se ka caktuar për gjë tjetër. Mirë, çfarë them tani? Ai ka dy herë në muaj që bën aty fushat propagandë partie. Ja ngritën vetë mos e çfarë them. Unë po gjykoj gjyqtarin se them pastaj nuk e ka menduar që doktori, po e duhet hysh dhe në ato figurën e Berishës që skepse si kur ai s'ka asnjë efekt aty. Ora unë futem te figura e gjyqtar ku vin puna te Ilir Meta më zotëri nderuar. Po pra, që unë për logjikën time është turpi i madh që ai vazhdon akoma as në burg. Po ai gjyqtar duhet bëhen më të guximshëm në këtë rast. Po pra, po. Në momentin, po ky është problemi sepse gjithmonë organi i akuzës në tërë botën njihet si organ represiv. Ajo që vendos ekuilibrin në gjykata. Po pra, po kur gjykata, po në gjykat ta dish dhe këtë Denis. Nuk bëhet gjyqtar një 25 vjeçar. Vetëm Shqipëri bëhesh 25 vjeç gjyqtar. Pra, për këtë po them në Europë, sepse ra sistemi ra sistemi komplet. 60% ikën. Unë do eci me idenë e Ramos. Më mirë bësh se sa shejtani mrena. Po zotri, ai ishi 400 gjyqtar. O të lutem Denis tani, pse duhet bish me unë po të them edhe një herë tjetër, që të bësh gjyqtar në Francë apo në Itali, duhet të kalosh sa shkallë më zotri nderuar, magjistraturë, këshillim ligjor, vite eksperiencë dhe duhet të jesh i martuar, Denis. Nuk e di këtë. Është një lloj rekviziti, se nuk mund të jesh gjyqtar që të shkon të japësh një vendim për zgjidhje martese kur vetë je beqar më burr. Ti se kupton se çfarë është ajo. Po mund të jesh gjyqtar penalist edhe nuk s'ke nevojë për po të mora si shembull për procese civile se. Denis, ta dëgjojmë pak avokat, prapë dëgjova Berishën sot për Irena Gjokën dhe me që jemi tek le të themi fenomeni tek gjyqtarët. E dëgjojmë pak inserti numër 2, regjia. Gjoka nuk ka deklaruar një gjykim, një dënim dhe 2 dëbime, por mbrohet në mënyrë antikushtetuese, antiligjore nga një bashkëpunëtor krimi që quhet Altin Troplini. Dhe jo vetëm ai, mbrohet nga KLG-ja, mbrohet nga prokurori i përgjithshëm, paçka se gjithçka e akuzon këtë kriminale për fshehje të veprave të saj penale. Avokat, sërish të Irena Gjoka, sërish të një gjyqtare, duket sikur koha po jep të drejtë doktor Berishës, kur vjen puna tek sistemi gjyqësor. Tani, për më unë ta kam thënë me qindra herë, Irena Gjoka nuk duhet të ishte në sistem, për ato që ka sjell me vula apostile, ambasada shqiptare në Athinë dhe gjykatat greke. Janë 2 vendime, ai i Athinës dhe Janinës, që vërtetojnë katërcipërisht që Irena Gjoka ka qenë e dënuar në Greqi. Dhe Irena Gjoka këtë dënim nuk e ka deklaruar, duke kryer kështu një vepër penale, dhe unë çuditem jashtëzakonisht shumë që vazhdon akoma të dëgjoj Altin Duman edhe përpara një jave që thoshte jemi në fazën e parë hetimore në lidhje me Irena Gjokën. Unë nuk e kuptoj se çfarë do të hetosh aty. Se unë e marrësit ka gjë e kuptojmë, domethënë, nuk kemi prokuror apo avokat, jemi edhe mund ta dimë më mirë se e dimi. S'ke çfarë heton sepse ti ke 2 vendime. Ky vendimi është me vula apostile i certifikuar nga ambasada jonë shqiptare në Athinë. Po. Okej. Çfarë do jetosh këtij? Tu shkruan Irena Maneko Spata është dënuar me kjo zonja ky është si vepër penale është parashkruar, kemi marrë fund me këtë. S'po merremi për çfarë është dënuar. Po merremi me faktin që ky ka pasur detyrim ta shprehë dhe ta deklarojë një gjë të tillë. E mani mend domethënë që më menim si gallat atëherë kur lindoi ligji dekriminalizimit dhe mbaj mend domethënë që Blendi Klosi kishte deklaruar jam hetuar një herë kur ka qenë 13-14 vjeç te para Universitetit të Tiranës kemi thyer ca shisha birre. Po. Okej? Dhe u tallën me këtë. E ke pas detyrim po thua. Ku e bëri më, është detyrim qytetar, ishte detyrim ligjor për ta bërë një gjë të tillë. Se ke deklaruar. Tani, Irena Gjoka është kthyer në një problem të madh tani, jo më për politikën. Berisha e thërret gjithmonë sepse e di shumë se cila është përpaskena. Cila është përpaskena? Nëse Irena Gjoka nesër hiqet nga sistemi i drejtësisë së redi. Për shkak të kësaja,
të kësaj gjëje, çdo gjyq apo vendim që ka marrë Irena Gjoka ndaj Berishës, ndaj Ilir Metës apo gjithë është e paragjykuar, më bëhet nul. Nuk ka vlerë juridike. Nuk ka vlerë sepse do shkojnë Berisha atje dhe do thotë unë jam gjykuar shparimi i drejtësisë në gjykim. Unë jam gjykuar nga një person, nga një gjyqtare që nuk ka pasur të drejtën për të qenë ulur aty dhe gjykimi bëhet nul. Dhe bie dosja për Berishën. Po sigurisht, këta mos kujto ti sepse po mbrojnë Irena Gjokën. Nuk duhet ja dinë më për Irena Gjokën. U ka ngel patatja e nxehtë në dorë. Nuk kanë se çfarë bëjnë më, sepse po ta bëjnë një gjë të tillë, do bien çështje gjyqësore këtej në rastin konkret. Prandaj është i qetë Irena Gjoka sot o zotërin. Pavarësisht se çka ka bërë, çka s'ka bërë, thotë më hiqni thotë po. Po problemi është domosdoshmë që kam dhënë ca vendime unë. Pra, e njëjta gjë që i ndodhi Luan Dacit. Po vendimet e Luan Dacit mbetën fuqi, nuk është se Luan Daci kishte marrë vendimin për Antoneta Sevdarjen. E mban mend? Po, Antoneta Sevdarje mori vendimin e Luan Dacit dhe shkoi në Strasburg dhe Strasburgu e mori direkt me të parë. Nuk i hyri themelit çështjes. Ky zotëria ka gjykuar këtë, e ka hequr. Nuk mundeshe. Edhe marrë filmi kaq. Dhe u kthye edhe një herë. Jo, vetëm thjesht për ta ditur. Marsit, nëse keni një koment për këtë se kalojmë tek zgjedhjet në spak tek ideja këtu e parimit dhe standardet. U premtua drejtësire me njerëz të cilët do gëzojnë personalitet juridik. Çdo thotë kesh personalitet juridik, do thotë ti je një gjyqtar i cili ti ke integritet aq të lartë profesional sa nuk do ta dish që ke përballë. Qof kastën politike, qof median, qof në një grup interesi, sepse vetë karriera jote dhe mënyra se si ti ke operuar në karrierën tënde ta jep ata atribut. Problemi është kur del tek zonja Gjoka, e cila mashtron për një fakt të tillë, njësoj si ai gjyqtari i gjykatës lartë që ka qenë antar gjykatës kushtetuese, i cili kishte vjedhur në marketet dhe në dyqan në Itali dhe nuk kishte deklaruar. Atë mirëthanca ka qenë. Po. Tash ti imagjino të kesh në dorë vendime të një gjyqtari i cili ka bërë një vepër penale aq të ulët siç është vjedhja në një dyqan rrobash, pra vjedh bluzë, e vesh edhe vjedh bluzën tjetër sipër, dhe ky njeri tash i jep ty drejtësi. I njëjti standard, i njëjta situatë, ngjashme edhe për zonjën Gjoka. Okej, është parashkuar, pse deklaron? Tash si mund t'i besojmë kësaj drejtësie kur më premtohet dhe si drejtësie sepse e di se është puna? Shpreha aforizmi i vjetër që thotë që reputacioni do një jetë që të krijohet dhe një sekond që të shkatërrohet, është edhe në raportin e institucioneve, jo vetëm në raportin e qenieve njerëzore të individëve. Pra ti mundohesh të ngresh me idenë një strukture të posaçme, një gjykate të posaçme, e cila do gjykojë ndryshe me standard tjetër, dhe ti aty funksionarët që i ke brenda, i ke njerëz të cilët fshehin veprat penale që kanë bërë përpara. Madje kanë dhe 5 emra. Shqisoj si të marrësh doktor dhe të pretendosh se do të çrojë do ta kryej procedurën se mas betimit të Hipokratit një person që mund të jetë kanibal për shembull, jetën e tij personale. Ai besoi te njeriu që trajton qenë njerëzore si ushqim, e ata gjëvën dhe për gjyqtar. Pra ideja është që një tull e gabuar bën që të bjerë gjithë muri. Dhe me drejt, çdo njeri që është skeptik, sepse a ka rënë gjithë muri? A ka rënë gjithë muri? Kjo është pyetja. Avokat, kalojmë prapë te avokati se Denis, kjo ishte vetëm për Irena Gjokën, nëse kena i koment, unë thash ato që thot doktori aty para spakut për mua nuk ka rëndësi fare, ai flet më mirë kur flet politikisht. Këto pastaj kjo histori ka 10 muaj që vetëm me këtë merret, që nga dalja e parë para spakut vetëm Irena Gjokën, kështu që është bërë përsëritës. Si gazetar të bën përshtypje Irena Gjoka? Nuk më bën përshtypje se është një konflikt, le ta zgjidhin institucionet kaq, nuk të bën përshtypje që institucionet nuk po e zgjidhin. Nuk më bën përshtypje sepse rasti i doktorit është s'ka punë doktori, po ai vetëm ai po e ngre këtë shqetësim. Si ka ngritur njëri. Atë e ka çuar Adriana Kalaja në spak më. Kallëzim penal më vete. Tani unë po të them ai ka konflikt interesi në këtë rast, sepse ti vetë dhe që nëse ikën zonja Gjoka, çështja e tij rrezikon të bjerë. Kështu që ai po bën betejë personale, tani të merrem me betejë personale doktorit. Ai le ta vazhdoj betejën. Prandaj po të them, çfarë opinioni ke? Nuk kam opinion se s'kam parë dokumentat. Një parë dokumenta më thonë që nuk ka dënim. Ti thua që ka dënim, nuk i kam parë ato. Unë kam parë ato që s'kan dënim, se kanë qenë 2 lloj dokumentash. Çfarë dokumenti kishin 2? Ha, ma traku. Një, mos gaboj, u ngrit në çështjen e komisionit. Kjo në fakt për të vërtetës, komisionit parlamentar, ku një përfaqësues i prokurorit përgjithshëm pranoi që ka një
një vendim, por për thedhimet më teshme tha nuk kemi arritur në konkluzionin përfundimtar. Ky ishte qendrimi zyrtar i prokurorisë përgjithshme. Po çfarë po thellojshin ata po se morën? Po tani çfarë them unë? Bëj pra naive, pra unë po ta shpjegoj. Ajo që thot Berisha nuk ka lidhje sepse ai ka problem personal. Problemi çështjes së zonës gjyqtare është e rëndësishme të shohim dokumentat përdesë si kam parë çfarë them unë. Po mirë, mua sadopak beson, po s'ka lidhje ti mos shiko edhe një herë ti. Bëj vetëm një pyetje. Kjo zonja e them se nuk ekziston, ora Denis vetëm e dëgjoj. E them se nuk ekziston asnjë dënim për zonjën Irena Gjoka në Greqi. Po. Cila ka qenë arsyeja që Irena Gjoka në 2003 ka bërë një prokurë përfaqësimi në Fier, ku përfaqësonte filan avokat te noteri që shkonte dhe ta përfaqësonte në gjykatat greke për çështjet që lidheshin me ta. Për çfarë kur ti nuk ke as edhe një gjë? Ore po flet për detaje që unë nuk i di dhe unë s'mund të marr mirë qenë. Të po them, ndërkohë le të themi ajo maja e heshtës së reformës drejtësi është SPAK janë miratuar 4 emra kandidat për çfarë po ndodh ta informojmë opinionin publik në lidhje me në ç'pik jemi dhe kur mund ta kemi le të themi prokurorin e ri dhe ndërkaq komisioni ka bërë punën e vet, komisioni krijuar në KLP-ja, Këshilli Lart i Prokurorisë. Kush janë 4 personat? Elvin Gogaj është njëri nga ata, Doloreza Mosaveliu, Arnand Xholi dhe Klodian Braho. Këta të 4 janë persona të cilët janë kualifikuar, nuk përiteshin që këta të mos kualifikoheshin, sepse normalisht përderisa janë prokuror të SPAK-ut e kanë kaluar filtrin e tyre, domethënë profesional dhe jo vetëm, për të qenë pjesë e asaj, kështu që duke qenë prokuror të SPAK-ut, normalisht kanë drejtën edhe të konkurrojnë për ta drejtuar SPAK-un. Ky komisioni ka bërë, le të themi, formalisht një çekim të dokumentacionit që këta kanë depozituar pranë komisionit. Çfarë ndodhi me të tjerët, se ishin edhe Nuk kanë depozituar. Nuk kanë depozituar as edhe një, nuk kanë depozituar, ka pas 2-3 emra të tjerë të cilët u përfolën sikur mund të shkonin, nuk ka depozituar kërkesat e tyre dhe do ngelet midis këtyre të 4-ve, normalisht do votohet për këta të 4. Nuk ka një afat të përcaktuar nga komisioni se filan ditë do shkohet do votohet, sigurisht. Brenda vitit. Jo, brenda këtij viti. Brenda dhjetorit, javës parë. Brenda 16 dhjetorit të këtij viti. Do duhet të dilet 16-18, kur i mbaron mandati? 16 i mbaron, brenda 16 dhjetorit presupozohet që do kemi një le të themi një prokuror të ri, mund të ndodhin ret edhe thagma të tilla, domethënë që aty mund të ketë, duke qenë se janë 4, mund të ketë edhe barazi votash, pra rivotim. Më kupton? Sepse janë 4 prokurorë, mund të dalin domethënë që të marrin 3 vota njëri, 3 vota tjetri, 3 vota tjetri, 2 tjetri. E qartë. Pra mund të ketë barazi. Balotazh. Bie ka një lloj balotazhi, po e quajmë kështu balotazh, ne? Ose mundohet domethënë që në seancën e parë të votimit mund të kemi një prokuror të ri. Nuk di të them se shumë kush domethënë nga ata që na thonë, më mirë kush do jetë. Parashikimi, e bëjnë si punë llotarie. Unë nuk di ta them se kush është më kush po bën lobimin. Herës tjetër për shembull u parajmëru se çfarë do prodhonte Dumani në momentin që ai ishin Kondili dhe Dumani ishin. Dhe ishte dhe Dumani u pasi i parapëlqyeri apo i preferuar i ambasadës. Po pra sepse që loja në media pas kuintave, ajo që bëri domethënë që i vendosi personazhet në një të dukshëm për publikun. Ishte media loja apo thua? Amerika që kishte në rasti konkret donte se ka nevojë që shkoj publikistë dhe tablet veprim që ose donte që zgjidhte një. Po pse shkoi Jurikim aty? Po është lojë Po dakor, tani ka gjë atje. Ora aq lojë nuk ishte se për një vot u nda. Po aq ishin. Sot un kam parë në media një lajm tjetër, nuk e di se sa i verifikueshëm është, nuk e di, po e them edhe është ta marrim me rezervë që zoti Klodian Braho ka marrë pjesë, ka votuar, ose i ka dhënë të drejtën, djalit të një antarit të KLP-s. Po, Flamur Vezaj, te Flamur Vezaj e pash në Facebook, gazetari. Djalit të një antarit të KLP-s, i cili ka shkuar te BKH-ja. Kjo për mua mund të jetë një konflikt i pasur interesi, se edhe sikur të mos jetë, pra po flasim për ata që janë votues, të kenë integritet të jashtëzakonshëm,
Nga ana tjetër, ti bësh jo edhe aq besueshëm, sepse normalisht vota e tij Zeqir Hodës teorikisht për Xholin, për Musabelliun dhe për Gogajn mund të shkojë vetëm për zotin Klodian Braho. Pra, që këtu mund të ketë domethënë iniciale, domethënë e korrupton le të themi. E korrupton në vendimin, sepse ky zoti Klodian Braho mund ta kishte hequr këtë ciklet vetes vet, duke mos marrë pjesë fare në atë votimin për